Kur toka t'jetë e mbushur 100% ujë dhe 0% tokë, dheu do të kushtoj $1.000 për kokër. Filmi fillon në një botë ku shkrije e akullit polar ka rezultuar në zhytjen e të gjitha kontinenteve në ujë, duke detyruar njerëzit të përshtaten me mjedisin e tyre të ri. Ata tani jetojnë në komunitete të ashpra lundruese, të njohura si atole, duke u ushqyer me ushqime deti dhe duke jetuar nga tregtia. Bimët, dheu dhe toka kushtojnë më shumë se ari, dhe njerëzit përdorin urinë e tyre për kultivim për shkak të mungesës së ujit të freskët. Edhe pse bota është ndëruar në një oqean gjigant të pafund, shumë besojnë se diku ekziston tokë e thatë. Disa grupe njerëzish po kërkojnë në vendin magjik me shpresën për të jetuar një jetë më të mirë, por askush nuk ka pasur sukses ende. Na prezantohet një burr i quajtur Mariner, i cili jeton në një varg të rënuar që duket se është bërë për skrap. Ai shihet duke urinuar në një enë të vogël dhe pastaj duke derdhur urinën e tij në një makinë që e zhndron atë në ujë të pishëm. Në varg, ai ka mbjellë një pemë bliri, një mall i rrallë në një botë pa tokë. Mariner peshkon dhe mbledh mbeturina të ripërdorshme nga oqeani për mbijetesën e tij. Një pasdite, pas një zhytje, ai vren një varg tjetër që i afrohet. Burri në varkën tjetër i tregon Marinerit për një atol ku ai siguroi furnizime të ndryshme. Ai dëshiron të shkëmbejë ato, por kur Mariner mëson se burri nuk dëshiron asgjë në këmbim, ai fillon ta dyshojë atë. Ai shpejt kupton se burri i ka vjedhur të gjitha mallrat e tij. Njëkohësisht, një grup duanpirësish mbërin me motorët e tyre të ujit dhe fillojnë t'i sulmojnë. Pavarësisht faktit se varka e Marinerit është bërë prej skrapi, ajo është e shpejtë dhe arrin të shpëtojë, ndërsa burri tjetër kapet nga duanpirësit. Pas kësaj, Mariner mbërin në atol, një qytet lundrues i rrethuar nga mure të larta metalike. Te porta, ai thotë se është atje për të shkëmbyer sendet e tij. Me të hyrë brenda, ai zbulon se ka pak dhe të vërtet për të shkëmbyer, gjë që është jashtëzakonisht e rrallë. Duke parë këtë, njerëzit e atolit i japin atij 124 krisma në këmbim të një kavanozi me dhe. Ai më pas përdor të njëjtat krisma për të blerë një bim domatesh dhe disa mbeturina të tjera nga një grua. Pas shkëmbimit, ai po kthehet në varkën e tij kur një familje i afrohet dhe i kërkon ta lërë stazën vajzën e tyre, por ai refuzon. Kjo i bën ata dyshues për qëllimet e tij dhe ata urdhërojnë vendasit ta ndalojnë. Pasi ai kapet, vendasit zbulojnë se Mariner është një mutant, me gush pas veshëve dhe këmbë të mbështjella me rjet. Mariner përpiqet të kundërsulmojë, por kapet në një rjet peshkimi. Më vonë atë natë, Helen takohet me një burr të moshuar të quajtur Gregor dhe i pyet se kur mund të nisen për në tokë të thatë. Gregor e informon atë se drejtimi për në tokën e thatë është tatuazhuar në shpinën e një vajze të vogël të quajtur Enola, por ai nuk e kupton. Gregor më pas mendon ta pyes Marinerin për këtë, i cili është i burgosur brenda një kafazi. Pas kësaj, ai afrohet Marinerit dhe e pyet për mutacionin, por Mariner duket se është përfill. Vetëm kur Gregori tregon foton e tatuazhit, Mariner duket i interesuar. Në këndim të informacionit, Mariner dëshiron që ai ta hap kafazin, por Gregori nuk i lejohet ta bëjë këtë. Të nesërmen, vendasit vendosin ta mbytin Marinerin në gropën e kënetës, duke ulur kafazin. Njëkohësisht, një ushtri duanpirësish e udhëhequr nga Deakon arrin të sulmojë atolin. Ata po kërkojnë gjithashtu tokën mitike të thatë dhe duan të shkojnë te vajza e vogël që mban sekretin e rrugës së saj. Menjëherë pas saj, duanpirësit rrethojnë atolin dhe fillojnë të qellojnë me mitralozë të mëdhenj, duke vrarë disa banor. Përfundimisht, duanpirësit në motorët e tyre të ujit hynë në atol nëpërmjet rampave të ndërtuara vet. Brenda, Gregor mbush një tullumbace dhe pa dashje fluturon lart, duke braktisur Helenën dhe Enolën. Ndërkohë, Mariner përpiqet të çlirohet, por kafazi i tij shembet, duke bërë që ai të fundoset gradualisht. Helen e vren këtë dhe nxiton t'i ndihmojë. Ajo pranon ta ndihmojë vetëm nëse ai merr atë dhe Enolën me vete, për të cilën ai pranon. Pas kësaj, ai i thot Helenës dhe Enolës të hapin portën, ndërsa ai ndes varkën e tij.
Fatkeqësisht, porta ngec. Kështu që Mariner përdor pajisjen e anijes për të fluturuar lart, për të hapur portën dhe për t'u kthyer në varg. Elen dhe Enola gjithashtu hipin në varg dhe dalin nga atoli. Nga ana tjetër, Duan Pearce me mitraloz vazhdojnë të qellojnë pa ndalim, duke bërë që varka e udhëheqësit të tyre, Deacon, të shpërthej. Megjithatë, Deacon zhytet në det pikërisht në atë moment, duke i shpëtuar jetën. Pas betejës, Duan Pearce vazhdojnë të kërkojnë Enolën, pasi kanë zbuluar se ajo ka tatuazhin që tregon rrugën për në tokën e thatë. Ata kapin një nga vendasit dhe e marrin në pyetje në lidhje me Enolën. I friksuar nga vdekja, burri zbulon gjithçka që di, por gjithsesi vritet. Ndërsa largohen me anije, Elen e pyet Marinerin nëse di si të shkojnë në tokën e thatë, të cilës ai përgjigjet pozitivisht. Megjithatë, ai e këshillonte edhe Enolën përpara se të shkojë atje, sepse kanë pak ushqim dhe ujë. Elen përpiqet ta bindë të mos e bëjë këtë. Ajo madje ofron veten në këmbim të jetës së vajzës së vogël, por Mariner e hedh poshtë. Pas pak kohe, Mariner vren Enolën duke vizatuar varkën e tij, gjë që acaron atë dhe e tha të në ujë. Elen e zë paniku, duke ditur se Enola nuk di të notoj, kështu që zhytet për ta shpëtuar. Mariner duke se i braktis të dyja në ujë, por më vonë kthehet për t'i marrë. Sapo hipin në vark, Duan Pearce mbrin me një aeroplan dhe fillojnë të qellojnë drejt tyre. Ndërsa Mariner zbret për të marrë armën e tij, Elen nxiton drejt pushkës së madhe me shtizë dhe qellon atë pa lejen e Mariner. Si rezultat, aeroplani lidhet me varkën me një litar metalik dhe fillon të rrethojë atë, duke ngatëruar në një rjet. Kur Mariner e vren këtë, ai nxiton për të prerë litarin dhe për të zgjidhur varkën, ndërsa Duan Pearce bëjnë të njëjtën gjë. Disa çaste më vonë, Duan Pearce arrin të qellojnë litarin dhe të fluturojnë larg, ndërsa Mariner largohet dhe ulet në ujë. I tërbuar me Elenën për dëmtimin e varkës, ai pret flokët asaj dhe Enolës si ndërshkim. Ndërkohë, Deacon amenson vendodhjen e tyre dhe vendos njerëzit e tij për të gjetur Enolën. Ndërsa lundronin, ata hasin një endacak i cili pretendon se ka disa dokumente të rëndësishme dhe ofron të shkëmbejë ato në këmbim të Elenës. Elen refuzon, por Mariner pranon. Endacaku e çon Elenën në varkën e tij, ndërsa Mariner e shqyrton në shpejt dokumentin dhe zbulon se është i padobishëm. Ai nxiton në varkën e endacakut dhe anulon marrëveshjen. I tërbuar, endacaku përpiqet ta therrë Marinerin. Fillon një sherr dhe Mariner e vret endacakun. Në skenën tjetër, Mariner tregon se si peshkon. Ai zhytet në ujë si karem dhe së shpejti shfaqet një peshk masiv i motuar. Ai përdor armën e tij për të vrarë peshqit dhe përgatit ushqim për të gjithë. Mariner, i cili në fillim ishte i pasjellshëm me to, tani duket më i sjellshëm teksa fillon të flasë me Enolën. Ai lejon atë të vizatojë me një laps me ngjyra dhe gjithashtu i mëson të notojë. Elen duket e shqetësuar ndërsa sheh që lidhja e tyre po forcohet. Pas pak kohe, ata hasin në një postë të shkëmbimi dhe vënë re disa burra që i përshëndesin. Mariner dyshon, kështu që shikon në ujë dhe zbulon Duan Pearce që i presin. Ai menjëherë kthen varkën për të shpëtuar, por Duan Pearce i ndjekin. Ata arrin disi të shmangin sulmet dhe Mariner përdor vela shtesë si parashuta, duke i lejuar ata të shpëtojnë më shpejt. Pasi janë të sigurt, Mariner detyron Elenën të zbulojë të vërtetën rreth tatuazhit të Enolës. Ai zbulon se tatuazhi është rruga për në tokën e thatë. Kur Mariner e dëgjon këtë, ai pretendon se toka e thatë është një mit, por Elena refuzon ta besojë. Si rezultat, ai vendos t'ia tregojë. Ai e vendos Elenën brenda një fluske të madhe dhe e zhyt. Me qenë se ai mund të marrë frymë me gush, ai e çon thellë në oqean dhe i tregon asaj mbetjet e botës së kaluar, mbuluar plotësisht me ujë, gjë që e trondit atë. Ndërkohë, Enola po i pret në varkë kur vren diçka në ujë dhe fshihet shpejt. Kur Mariner dhe Elen notojnë në sipërfaqe, zbulojnë se janë kapur nga Duan Pearce. Deacon i detyron t'i tregojnë për Enolën, por të dyeshtin. Deacon pastaj qellon ajër, duke u bërë sikur po i vret. E shqetësuar, Enola del nga vendi i fshehjes, por kapet shpejt nga Duan Pearce. Deacon urdhëron njerëzve të tij të vrasin Mariner dhe Elen, por të dy ikin duke u zhytur në ujë. Mariner përdor gushat e tij për ndihmuar Elenën të marrë frymë, derisa Duan Pearce të largohen. Pas një kohe, ata kthehen në sipërfaqe dhe zbulojnë se varka e tyre është shkatëruar. Ndërkohë,
Deakon bën sikur është i sjellshëm me Enolën dhe e pyet për tatuazhin në shpinën e saj, por ajo hesht. Ai pastaj i ofron disa lapsa me ngjyra dhe pyet përsëri, por ajo prap nuk përgjigjet. Pasi u kthyen te barka e shkatëruar, Mariner dhe Elen janë të pashpresë. Elen pyet pse nuk e pranoi kur ajo i ofrua më parë. Ai përgjigjet se asaj nuk i pëlqente atëre. Përgjigja e prek zemrën dhe ajo e puth para se të dy të bëjnë dashuri në vark. Të nesërmen, Mariner përpiqet ta riparojë varkën, por shpejt ata zbulojnë Gregorin në balonën e tij me ajër të nxehtë. Gregori i çon ata te anija ku po qëndrojnë të mbijetuarit e atolit. Atë natë, ata diskutojnë të shkojnë në kërkim të tokës së thatë, por të tjerët nuk janë të gatshëm të rrezikojnë të përballen me Duan Piersit për të shpëtuar Enolën. Mariner vendos të shkojë vetë në kërkim të vajzës së vogël. Pas pak kohe, ai mbërrin në anijen e Duan Piersve dhe infiltrohet në të, duke i vrarë një nga një. Ndërkohë, Deakon mbledh Duan Piersi dhe i gënjen, duke pretenduar se ka zbuluar rrugën për në tokën e thatë. Ai urdhëron të gjithë të fillojnë të vozisin, duke shtyr anijen përpara. Ndërsa burrat vozisin, Mariner përballet me Deakon i vetëm dhe kërkon lirimin e Enolës. Kur Deakon refuzon, Mariner kërcënonte edhe një flak të ndezur në rezervën e naftës, gjë që do të shkaktonte shpërthimin e të gjithë anijes. Deakon nuk beson se do ta bëjë vërtet, por Mariner edhe flakën duke shkaktuar një shpërthim masiv. Deakon ikën me vajzën e vogël përpara se Mariner të arrijë në majë të podiumit dhe e sheh atë duke hipur në një aeroplan. Mariner qëllon me një pushk shtizë në gardhin e anijes dhe ngjitet poshtë me ziplin. Pastaj ai përdor litarin metalik për të krijuar një barierë, duke bërë që aeroplani të rrëzohet para se të mund të ngrihet. Për fat të mirë, Enola është e padëmtuar dhe të dy përqafohen. Megjithatë, anija fillon të ndahet, duke e lënë ata pas një mënyrë për të shpëtuar. Për fat të mirë, Elen, Gregor dhe një banor i atolit mbërrin me balonën me ajër të nxehtë pikërisht në kohë. Përpara se anija të shembet plotësisht, ata lëshojnë një litar dhe tërheqin Marinerin dhe Enolën lart. Por Deakon ka litarin dhe ngjitet pas tyre. Kur Elen e vren këtë, ajo hedh një objekt të rënd drejt tij dhe Enola e godet me shqelm, duke bërë që ai të bjerë në oqean. Mariner dhe Eleni ja dalin të sigurt në balon, por një Deakon këmbgulës hidhet në një motor uji dhe qëllon drejt tyre, duke bërë që Enola të bjerë në ujë. Deakon urdhëron njerëzve të tij të kapin vajzën e vogël, por Mariner reagon shpejt. Ai lidh një litar rreth këmbës së tij dhe hidhet nga balona, duke kapur Enolën dhe duke u ngritur përsëri në kohë. Motorët e ujit që i ndjekin përplasen dhe shpërthejnë. Më në fund, ata mbërrin të balona me ajër të nxehtë shëndoshe mirë. Këtë herë, Gregor arrin të interpretojë tatuazhin e Enolës dhe niset në drejtim të tokës së thatë. Pas disa ditësh fluturimi, ata shohin një zog pranë balonës së tyre. Duke parë përpara, ata bindën kur shohin tokë për herë të parë në jetën e tyre. Të gëzuar, ata fillojnë të eksplorojnë zonën. Disa çaste më vonë, ata zbulojnë një kasolle të vogël dhe hynë në të, duke gjetur skeletet e një çifti të shtrirë së bashku. Ata gjithashtu zbulojnë një vizatim marte të ngjashëm me tatuazhin në shpinën e Enolës. Kasollja zbuloi se i përkiste familjes së Enolës, të cilët duket se e kanë dërguar atë larg, duke shpresuar se ajo do t'i udhëhiqte të tjerët përsëri në tokë të thatë. Ndërkohë, Mariner e gjen tokën të pakëndshme dhe e ndjen sikur i përket detit. Ai afrohet Enolës dhe i thot se po largohet, gjë që e trishton. Ajo përpiqet ta sigurojë se do të përshtatet, por ai nuk e ndryshon mendjen. Ai thot Enolës dhe Elenës një lamtumir të fundit para se të largohet. Në skenën e fundit, Elena dhe Enola e shikojnë atë duke lundruar nga një shkëmb. Abonohuni për më shumë video si kjo. Aktivizoni njoftimet dhe lini një pëlqim për të mbështetur kanalin. Faleminderit që na ndiqni.